Miq e dashamir. Çka po mungon diçka në këto bajramat e në kohën e sotme? Parbese, veç nuk mungon asgjë, vetëm tash do më njerëz që janë më në zonë, për para ku ma knaqësi se një ka punu, tjerët veç kanë karë rejt nejt ofër shtëpis, Po. kam prit me gzim, do më ushqimet jënë konë ma të ralla, kam pos perspektiv ma shumë, ma Apo tash jemi duket bo bajat, apo i arsyton pak njerëz që kanë obligime kështu me punë e këto, për këtë arsye dhe bajrami është pak më ndryshe. Po sigurisht, ajo ndikon, si ma parafol, si ma herët që tha jënë të pane, jo në rast e vdekjes, normal që jo bo shumë, ti me zonë ashtu, për shembull në lagjet tone, në mallë tone, ndodh që në muj ndodhin 5-6 raste asi, ti s'ki mundësi çdo herë me marrë të lire. Nuk e ko, Po, do të... Për shembull, unë jam nga Zvicra, në diaspor, ka ndodhur patroni tem, a beson veç 5 minutë jemi shku, punëtor ti kanë shut, 10 minutë kanë shku në ceremoninë edhe u kry kurs, as djali për babën se ka nal punën hiç. E ka quna të venit 3-4 ditë që shumë bu ato ekspertizat krejt në të dhe lëm të mira fundit, për ndryshe është pak... Unë me familje dhe miq, do më unë me pas mundësi këtu po, me familjen e ngushtë rrethin, votoj për të dytën. Po, për dytën. Me shumë gëzim e presim, të kaloj Ramazani dhe Bajrami. Faleminderit shumë zotri Vedat, faleminderit për telefonatën. Ditën e mirë, ju përshëndet.